Mirëmbrëma Xhiro me Syqin. Sonte do të diskutojmë për atë çka kemi ne probleme të djathtë në Shqipëri, që akoma nuk është krijuar një djathtë. Dhe kjo ka shumë arsye, por unë do ta diskutoj këtë me një njerëz që u mundua të krijojë një bërtham të djathtë, por votuesit shqiptarë e refuzuan. A ka të djathtë Shqipëria? Kjo është një temë mjaft interesante që duhet diskutohet shpesh, sepse ne flasim për të djathtë, pa ajo që pretendon se përfaqëson të djathtën në Shqipëri, Partia Demokratike, nuk e ka përfaqësuar asnjëherë të djathtën, as në konceptin ekonomik, as në doktrinën politike, as në filozofinë politike. Kështu që njeriu më i përshtatshëm sot është Enkeleda Libejaj, që do diskutojmë rreth saj, po edhe probleme tjera rreth asaj çka ndodhi në Bashkinë e Tiranës për votimin e heqjes Velia nga kryetar bashkie, por edhe për të ardhmen e opozitës, pasi kjo opozitë që kemi sot është irrelevante. Kur flas opozitë, e kam fjalën për opozitën e Partisë Demokratike, e cila nuk mendon se çfarë besimi dhe çfarë projekti do të ketë për të ardhmen, po mendon se si të kapet me thoj maskarrigës deputetët për të ruajtur bizneset e tyre që i kanë bërë gjatë kohës që kanë qenë qeverisje, dhe si i kanë bërë ato bizneset, tashmë t'ja lejmë drejtësisë flasë dhe të gjykojë, por janë të pajustifikueshme, siç ishte rasti i Xhelal Mziut, ku pretendoi se i kanë vënë një dinamit në gard, po mu nuk shqetësoj dinamiti i gardit, po më shqetësoj masa e madhe e eksplozivi dinamitit, shtëpia e Mziut, i cili ka qenë zyrtari i një bashkie lokale dhe kishte një vilë menshën që do ta kenë zili dhe bilionerët nëpër Europë. Për këtë do flasim me Alibejen, është hera e parë në studën time, besoj që Alibeja do të rikthehet prap për të shpalos gjithë projektet e këtij që kanë, nëse ka projekte, nuk besoj që është tërheq nga politika. Zoti Alibeja, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma. Të falenderoj shumë për mundësinë. Është një mundësi e mirë për të folur në mënyrë të hapur dhe të sinqertë. Tashmë dhe pa veladonin e deputetit. Është një lloj lehtësie për të thënë gjërat ashtu siç ndjen. Tash për ta filluar me të parën. Po. Ju krijut dhe kishit dashje me vete, ju edhe të tjerë që keni një lloj koncepti për të djathtën shqiptare. Unë do ta bëj pyetjen shumë thjeshtë. Përse dështuat kaq keq, domethënë nuk arritet të zgjidhet një deputet. Të paktën për kaq sa flitet për të djathtën Shqipëri, duhet kishte një deputet. A ka përfaqësuar Partia Demokratike të djathtën shqiptare së bashku me Partinë Republikane me diun që është një skandal tjetër? Dhe si mund të krijohet e djathtën në Shqipëri, dhe a kemi pas deri tash të djathtën në Shqipëri? Disa çështje, po e filloj nga e para, tek çështja e dështimit. Unë jam nga ata që do ta shoh problemin tek vetja me shumë gjas. Unë, ndoshta edhe kolegët e mi, s'do të flas emër tyre, kemi qenë ne të pasuksesshëm në përfaqësimin ose në krijimin e të djathtës. Është e udhës që ta fillojmë gjithmonë nga vetja, unë tu e shoh. Nëse do ta diskutojmë edhe pak më thellë, se ende e djathta nuk ka marrë një formë, një ekzistencë, edhe tek lëvizja që kryejm ne, ka lidhje me të dytën që Ilir më pyete, Partia Demokratike ka përfaqësuar djathtën. Unë kam qenë 2 herë gjys deputet, kam qenë ministër në kohën e Partisë Demokratike. Po duhet të them këtë gjë tashmë që 2 herë gjys për shkak se u tërhoqet. Për shkak se në 2019 mundoi mandati. Tash besoj e keni realizuar që ishte një gaf politike që nuk ndodh kon. Jo vetëm për ne, por për këtë dorë bëre qartë, domethënë që ai akt ishte pothuajse një vetvrasje. Vetvrasje, po. Duke kthyer tek diskutimi, ka përfaqësuar ndonjëherë Partia Demokratike të djathtën? Jo, e them jo. Unë nuk hedh poshtë as aktivizimin tim, madje jam edhe krenar, me thënë drejtën, brenda Partisë Demokratike,
Por, tek diskutimi ka përfaqësuar ndonjëherë të djathtën, po e them jo. E them jo edhe për faktin tjetër se unë personalisht, familjarët e mi, në kohën e regjimit kanë qenë persekutuar për shkakun se kanë qenë të pasur dhe jo vetëm, dhe një nga pritshmëritë më të mëdha mbas rënies së diktaturës ishte që të bëj me pronat e pronarëve. Dhe tashmë dim publik fakti që ligji i parë i miratuar me propozimin e Partisë Demokratike, madje të Sali Berishës, dhe mbaj mend, nuk kam qenë 17-18 vjeç. Jo, mbaj mend shumë mirë dhe unë, sepse ka qenë propozimi i tij dhe këmbgulja e tij, sepse Nano tha t'ja japim përdorim. Kurse ky tha jo. Jo. Që do thotë që në atë moment, u duk fare mirë që Partia Demokratike ndoshta në publiku krijuar si anti-partia e punës. Por nuk ishte. Edhe në aspektin ideologjik mendojnë dhe politik, sepse vinin gjithë nga Partia e punës dhe shumë ishin bashkëpunëtorë të sigurimit. Dhe në fakt ashtu ishte. Po. Dhe pjesa tjetër, po themi, e të persekutuarve, sigurisht natyrshëm do shkonin tek një alternativë e panjohur për ta, që s'ishte krijesë e tyre, por vetëm për raportin që kishin me Partinë e punës, sigurisht do të skaliroheshin tek Partia Demokratike. Dhe që nga i momenti i parë dhe me kalimin e kohës, Partia Demokratike, Sali Berisha. Do t'jem fare sinqert tani, Partia Demokratike ka vetëm një emër. Faleminderit. Të tjerët nuk është se ka vetëm një emër, qëndrimet e tij nuk kanë qenë as pak qëndrime drejt së djathtës klasike, të pak në atë çfarë lexojmë apo kemi studiuar në për qëndrime në raport me pronën, qëndrime dhe me të përndjekurit. Faleminderit. Do t'jemi fare të qartë. Apo qëndrime në krimin e shtetit të drejtës. Këtë du të thema, se kjo në fakt, mbas se këto dy elementet e parë, koha mund të mos i rikthente si që dikur për ndjekurit apo pronarët e imagjinonin, por çështja e vendosjes së shtetit të drejtës, që është një element i së djathtës, ka qenë plotësisht e mundshme të vendosej nga ana e Sali Berishës. Dhe nuk u vendos. Në fakt, nuk po flas për 96. Raportin me zgjedhjet, raportin me lirinë e individit, po flas edhe nga 2005 e këndej. Po. Kështu që t'ja përgjigje, Partia Demokratike asnjëherë nuk ka përfaqësuar në mënyrë të qartë të djathtën. Fakt është, dhe këtë jam edhe dëshmitar, si është në vetë parë, që Partia Demokratike ende pa ndodhur zhurma, lufta e madhe e brendshme. Brenda saj në fakt ka pasur gjithmonë dy rryma. Ka pasur dy rryma. Rryma e përfaqësuar për atyre të cilët e krijuan, po themi pjesa ose ja krijuan, më saktë se ja krijuan. Dhe pjesa tjetër në pakic, po themi pjesa e përndjekur, pjesa që s'kishte lidhje me sistemin atë kohë. Kanë bashkëtuar. Dhe kjo pjesa e dytë ka qenë gjithmonë romantike me idenë që po krijohet e djathta, asnjëherë nuk u krijua, derisa në këto 4 vitet e fundit, paktën nga 2021, u bë qartë ndarja brenda Partisë Demokratike dhe s'kishte më iluzione. Në fakt dhe ajo përplasje në thelbin e vet këtë kishte, pavarësisht se aktorët kush e luajti dhe kush e filloi. E tashmë Partia Demokratike ajo parti që është, besoj që për gjithë publikun është e qartë, zgjedhjet e 11 majit treguan fare qartë se sa vlen dhe çfarë aspiron. Dhe mos harrojmë që ishin mandati 4 i Edi Ramës dhe rezultati shkoi më i thellë. Imagjino çfarë besimi dhe çfarë optimizmi jep kjo parti. Ndërkohë, flas edhe për pjesën tjetër të së djathtës. Sa duket, ndoshta s'ka ardhur koha, ndoshta aktorët nuk janë të përshtatshëm të krijimit të së djathtës, po unë kam gjithmonë bindje që e djathta, kur them e djathta, ajo që bazohet në ca norma morali tek shteti vogël, liria e individit, respekti, ekonomia e tregut, tregu i lirë, konkurrenca e tjerë, është një
monopat ku do duhet kaloj kjo shoqëria shqiptare. Është dhe vonuar madje. Enkelet më bëret lind. Jam gjithmonë me shpresën që do të vi, në mos ne, ndoshta dikush me atë do çka duhet ta them kryej. sollet një pyetje, më fal. Ju thot tregu lirë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëpërmjet konkurrencës tregut lirë, vjen krijohet dhe ai kapitalizmi, ai djatha që thotë. Pikërisht. A politika shqiptare a e ka bllokuar këtë treg lirë me klientelën e saj? Plotësisht. Kur sot Shqipërinë e kanë dorë 3-4 njerëz dhe mund t'i themi Çet Kastrati, Po. Zamir Mane, ke njerëz të medias, Të cilët pra, se duhet të thënë jo vetëm kjo, por duhet të thënë gjëra tjetër, të cilët kanë raporte shumë të afërta derisa edhe të mund të sugjerojnë politikat, dhe ka ndodhur kjo edhe me Sali Berishën, po, edhe me Edi Ramën. po me të dy krahë, po. Në fakt, Tash, ky është ngërçi i madh në aspektin ekonomik, për mua i krijuar prej politikës, prandaj edhe unë me kam bindje që midis Ramës dhe Berishës ka një pakt jo të heshtur tashmë për të ruajtur këtë status quo politike për gjitha, ekonomike, edhe mediatike pasandaj, dhe vendi ka ngecur. Koha ka ngecur për këtë vend siç e shohim tashmë. Po tash këta njerëz që kontrollojnë gjithë ekonominë e vendit, ku nuk lejnë frymarrje për bizneset më të vogla, kanë glabëruar gjithçka, e kanë bllokuar. Si do t'i shpëntosh këta? Këta kanë fuqi financiare të madhe. Për shembull, Zamir Mane nuk po pushon duke shkatërruar. Nuk më shqetëson më fakti pse është pasuruar Zamir Mane. Por masakrat që po bën Zamir Mane. Për shembull, Palasa nuk flet kërkush, në të kundërt Blendi Ferziu dje i bënte një reklam për një hotel që pas ka blekën në Vjenë, se aty bëm kërcet në hotelin e Vjenës. Po. Në një kohë që nuk flet kërkush për atë se çka ka bë në Palas ku ka ndërtu mbi deltën e Palasës. Pra, ju e dini do sa më mirë kur vjen lumi Palasës me përrejt, aty bëhet një shpërthim, mund ndodhi një herë në 10 vjet, 20 vjet, por ai e ka bllokuar atë. Tjetër, tash Ishan Korç ka marrë gjithë parkun e Korç ku ka qenë kampi punëtorëve dhe e kishte hëngër parkun duke ndërtuar vila. Pra, e para, a ka një strategji për zhvillimin e këtij vendi, dhe e dyta, a lejon kush masakra të tilla dhe pse i ka leju politika shqiptare këta njerëz që tash i kanë hyrë në korriz dhe nuk po dinë t'i hekin. Po pse ka lejuar, besoj që është fare e qartë. Sepse nuk ka politika shqiptare është hipokrizi. Beteja midis, ta quajmë tani, majt dhe djathtë, ata të cilët pretendojnë, po që nuk më duket që përfaqëson as njeri as tjetri, as të majtën, as të djathtën. Sigurisht që nuk është e vërtet. Se përsa kohë që asnjëri nuk flet për asnjë nga këto fenomene, për asnjë nga këto po nuk flet as media i dashur. As media. Nuk flet as media. Sepse edhe media. Unë Auçova kam shkruajt një artikull për Zamir Manen, 5 gazeta e hoqën më na 2 orësh. Sepse dhe media e fundit për nga radha, ashtu si edhe rasti i politikës dhe ekonomisë, sigurisht që është e bllokuar. Është fare e qartë. Është fare e qartë. Kështu që prandaj unë them që është një ngërç si do zgjidhet apo si mund të zgjidhet. E para do të them që është e vështirë. Padyshim që është e vështirë. Është e vështirë. Do po se pam realitetin ashtu siç është. Jam shumë dakord. Po rrejtën veten. Është e vështirë. Nëse themi asandaj që në mos sot nesër se zhvillimi, se kultivimi. Se mendoj që duke i thonë gjona drejt, ndoshta ke shpresë për një riparim. Po vazhdon të rrejnë veten. Është shumë e vështirë. Po. Këto fenomene janë fenomene ekonomike, politike dhe mediatike. Sot qoftë njëri, qoftë si Rama, ashtu edhe Berisha sot, forcën e tyre politike e kanë tek media, të shofësh, ekranet janë të kapura si nga njeri dhe nga tjetri. Dhe me aftësinë e injektimit të ekzistencës së përditshme mediatike ndaj publikut, kanë krijuar pikërisht këtë bllokim, ndoshta edhe mendor në shoqërinë shqiptare që vetëm këta janë prezent, e cila pasandaj pasqyrohet edhe në ato palo zgjedhje që bëhen në këtë vend. Kështu që është e vështirë.
Cila është rruga? Rruga e vetme s'ka se si të jetë ndryshe përveç se rruga e proceset zgjedhore. Si një instrument. Po para se të shkohet tek proceset zgjedhore, ajo se çfarë unë shoh është një pjesë e shoqërisë shqiptare, asaj më të kultivuarës, që kupton nga këto çështje dhe që dhem për vendin, do duhet filloj, më herët është më mirë se sa më vonë, do duhet të filloj që kjo është një keqje e madhe që herë dhe së vonë, se cilin nga ne edhe do të na prek. Dhe do duhet të filloj të krijoj, më së fundi, mas 30 vitesh, të krijoj një, pse jo, një bashkim forcash intelektuale po i quaj jo, më vjen një fjalë tjetër tani. Okej, dakor, e di që është e papërshtatshme. Jo, e di pse e them se gjithmonë jemi lodh me këto elita, se po të kishim pas elita ne nuk do ishim këtë gjendje. Po themi elit, ata njerëz edhe nuk flas për të 30 vjet, po nuk kemi pas elita gjatë gjithë historisë sonë. Plotësisht dakord. Po themi ata njerëz të cilët e thon të vërtetën siç është. Po, edhe këtë konsideroj elitë. Kjo është elitë për mua. Po. Nuk po them elita e cila ka dekorata falso të marra, nuk e di nga. Po mund të jenë shkrimtar, mund të jenë mjek, por kur nuk kanë kurajo, ballafaqohen me. Okej, që të ketë kurajo, kjo është e para. Dhe të ketë ndërgjegje dhe dashuri për ne. Ketë edhe një lloj ndjesie për këtë vendin tonë. Pikërisht për ja për këto, unë kam për ndjesi, nuk e kam. Ajo shkatërimet që kanë bërë këto me babzinë e tyre, po kjo është për të vu duhet kokë, domethënë, edhe ai vazhdon palasaj. Po vazhdon hu themelin, e hedhë ka zhveshat vend komplet. Dhe unë nuk e kuptoj sepse mu me ma fal nuk shkoj aty për plazh. T'ja shpjegimi që unë personalisht kom më parë, kur them kom më parë këtu 10 vjet më parë, shkoja në palas, s'kishte asgjë, është një gjë e bukur. Po. Mund shkoj brenda ditës, dhe një ditë bukur aty mbiu ajo gjë e mërshme që është tani. Mirë, gjë e mërshme. Ajo se çfarë do të them para se gjithë Shqipëria të bëhet dhe të nështrohet këtij lloj fati të keq, ju thash, këto shpirtra të rebel që besoj që janë ende. Pak janë pak në zbritje janë, po. Në zbritje, po janë ende. Unë them që do duhet një farë mënyre që të gjej një pajtim mes njëri tjetrit për të krijuar, ndoshta për të dhënë një shkëndijë të vogël edhe publikut shqiptar, për ta parë pak sa më ndryshe atë ëndrrën ose makthin që po përjetohet tani në Shqipëri, me thënë drejtën. Dhe them që vetëm kjo është rruga. Nuk shoh rrugë tjetër. Sigurisht rrugë. Po donë është një proces, do ta pranojmë të jetë proces dhe proces i gjatë. I gjatë, por që atëherë për ta që përvoja do duhet të na bëjë të një pyetje tjetër që lidhet me këtë. Si e pat ju sjelljen e opozitës seancën e parë parlamentit, se ju thoni pranoni do të jetë një proces, do të jetë një proces debatesh, përplasjesh politike, pra ato vazhdojnë me revolucionin. Nuk pres asgjë nga ajo opozitë. Përkundrazi, dhe këtu ka një dëm të madh që është duke i bërë vendit, e bën pikërisht kjo opozitë ose më saktë kjo Partia Demokratike. Atëherë, a je dakord që e thonë dhe analistir perëndimor që opozita e Berishës, pra këtë konsiderojmë opozitë, është irrelevante dhe nuk duhet marrë më me këtë? Unë të paktën, se po i kthem pyetjes parë, se përse dolët për të krijuar të djathtën. Jo për ndonjë aftësi time të jashtëzakonshme, se nuk e kam, po për faktin që kam qenë brenda atyre zhvillimeve të Partisë Demokratike, dhe kam parë prej kohësh që Partia Demokratike këtu do të përfundonte. Pra do të përfundonte në një grusht gjithmonë më të rrudhur njerëzish. Do rrudhet dhe më keq, Dhe kjo është pak po e sigurt që do rrudhet gjithmonë më keq, e cila nuk kam asnjë lloj aspirate për qeverisjen, jo. Po as të mbledh, po themi numrin e shqiptarëve ose pa kënaqësinë e shqiptarëve që është sot në Shqipëri. Ndaj, çfarë bën? Është duke vrarë gjithmonë më tepër këtë shpresën. Këtë shpresën ose këtë nevojën më saktë. Sepse duke qenë gjithmonë ata, dhe duke quajtur qoftë edhe nga media, opozita, në farë mënyrë krijon një lloj pengese. Është bërë pengesë më. Sot,
Partia Demokratike, Sali Berisha është bërë penges që pjesa antiqeveritare e Shqipërisë të gjejë apo të krijojë një alternativë tjetër. Sigurisht dikush mund të thotë ai ka drejtën e vet, të jetë në politikë e me radhë. Po, sigurisht edhe këtë mund ta ketë si të drejtë, por ajo se çfarë unë them është që një orë e parë duhet kuptuar që sot vendi ka nevojë uluritse për të krijuar qoftë në mënyrë të vogël një opozitë të re. Ndryshe, sot vendi është pa opozitë. Ka një pushtet, mbi pushtet, me hapësirë të pamat, dhe është pa opozitë. Opozitë morale dhe as opozitë politike. Ja. Kështu që kjo është situata ku jemi. E një e fundit, këto ditë më ka ardhur, unë i vogël kam qenë në fakt para në vitet 89, 87, 88, 89, dhe në kohën që, kur ishte para se të lançohej qeveria, mu krija ideja që sot ka aq pak kërshëri për ngjarje të mëdha politike, siç është për shembull ajo që duhet ndodh hapja e legjislaturës, qeveria e re, ka më pak kërshëri se sa që kishte kërshëri në kohën e Ramizalis, në kohën e plenumeve të partisë të Ramizalis. Po, e vërtetë. Se në atë kohë, sigurisht e vendi u izoluar, kishte një atmosferë që sot, jo po nesër, jo po vendet e lindjes po ndodhin, kishte një lloj kërshërie, kështu, të mekur, po kishte. Po, pat një lloj lëvizje për shkak të kohës dhe kurse sot është duk interesi fare. Sot është duk fare interesi. Dhe kjo është e rënd, ajo se çfarë po ndodh me dhe këtu mendoj unë, domethënë duhet shoqëria jon megjithëse gjithë ditën qanë complain, edhe më fal ankohet, unë mendoj që kjo shoqëri duhet shohë dhe veten pse është kaq apatike, pse është kaq e papërgjegjshme. Ajo që thotë pse është kaq e pandjeshme për publikën, më valla zotëri. Për publikën, për atë ku do kaloj vetë, domethënë çfarë ndodh me këtë shoqëri? Unë nuk jam, të them diçka se gjithmonë edhe më ka kur jeni politik ndonjëherë edhe frenohesh, edhe kompleksohesh. Ka ndodhur edhe mua. Dhe po e them këtu për herë të parë se kjo është normale se emrin e mash sa qëndrime nuk je. Kur je në politik sigurisht duket si e ndaluar të thuash që publiku gabon. Po. Në fakt, unë duhet të them që jo se gabon, po duhet pranojmë që shoqëria shqiptare, jo gjitha për fajin e saj, nuk e ka arritur nivelin e kultivimit apo të emancipimit të bëjë një përzgjedhje të vetën, të qartë, për të sfiduar politikën. Ta them hapur, nuk arrit ta kuptoj si ka mundësi që mandatin e 4 një qeveri të mund të marrë një rezultat më të madh se sa mandati i tretë. Imagjinojmë sa gjendje jemi. Dhe nuk arrit ta kuptoj me ato në drejtën se si ka mundësi, se kuptoj. Thash, mund të ishte edhe paaftësia ime, ndoshta me shumë gjas mund të jetë paaftësia ime, por si mundet që një humbës serial, siç është Sali Berisha, të rri prap. Të rri dhe të marrë atë mas votash, se ka mbyllur në 11 maj, 2 njerëz ishin fituar. Rama, për shkak të atë çfarë kërkonte, mori pushtetin, dhe Berisha, i cili nuk e kërkon qeverisjen, por kërkon mbaj pozicionin ekskluzivitetin në opozitë. Në opozitë, sepse pushteti është opozita. Sigurisht, është pushtet goxha i fortë. Dhe këtu them që një pjesë, s'po them të fajt, por një pjesë të përgjegjësisë e ka edhe shoqëria shqiptare, sepse ke fundit zgjidhja nuk do të jetë gjithmonë që hiqin nga ky vend më. Se duket tamam si ajo simptoma, se deri pas 90 dhe e kuptoja. Ikja para sistemi. Më ta japën nga eksperjenca ime, po ta filloj se jetën nga e para kurrë nuk do hiqsha më. Po pra, por tani të gjesh zgjidhje për të hikur, po jo më qëndrohet në këtë vend. Qëndrohet. Po dhe duhet luftosh. Edhe duhet luftosh. Po duhet të vuash. Qoftë ke një lloj ndjeshmërie, lloj përgjegjësie. Zgjidhja kjo është zgjidhja nuk do të vinë nga qielli, zgjidhjet nuk do të vinë as nga përtej oqeanit, nuk do të sjell as drejtësia. Se u krijua edhe kjo ide, do të vi vetëm nga shoqëria ose nga emancipimi. Bëre shumë mirë që solle, se keni qenë dhe ministër i drejtësisë, jeni dhe jurist. Kush është mendimi juaj për drejtësinë sot dhe për SPAK-un, posaçërisht? Prap do të jemi i sinqert, se tash jam në një situatë që se kam veladonin e deputetit për njësinë e madhe dhe unë kam qenë dhe vazhdoj të jem një nga mbështetësit për aq sa mundësi kam të drejtësisë.
ndoshta është të keq kuptuar ndonjëherë mbështetës i Altin Dumanit. Ose jam nga ata të cilët domethënë e personalizoj pushtetin me thënë drejtën. E mbështes drejtësinë edhe pse ka shumë defekte, për një gjë fare thjesht. Është e pakuptueshme, është nonsens, nuk mund të ekzistojë një shtet i së drejtës pa pasur sistemin e drejtësisë me një pavarësi mjaftueshmërisht të kënaqshme. Po themi ideale, nuk ka ideale në këtë botë, po të kënaqshme. Dhe raporti që duhet krijuar midis politikës dhe drejtësisë, se ky është sistemi që zgjedhur, duhet të jetë i tillë. Asnjëherë drejtësia nuk sulmohet. Përndryshe, nëse sulmohet, do të trembet dhe ka rrezikun e madh që të kthehet një vegël pushteti që do të ishte një gjendje akoma dhe më e rëndë. Ndaj, Po, a është vegël pushteti sot? sot jo, të paktën deri tani që jemi duke folur së bashku, kjo fuqi jo. Por, që ta them se kam merak për ta thënë, unë prisja shumë më tepër nga drejtësia në rastin e zgjedhjeve. Në zvërtim. Në kuptimin e krimeve zgjedhore. Po, u bë një punë e mirë, në kuptimin që u bën përgatitje, para përgatitje, një strukturë që u përhap kudo, me agent BKH-s, me prokuror të SPAK-ut. Rezultati sot në fakt është pothuajse zero, në aspektin aq sa nxitim publikisht. Ndërkohë që mund të them që se kam qenë edhe, po themi edhe aktor në të paktën në një seri procese zgjedhore të bëra si në kod PD-s, si në kod PS-s, ku krimi zgjedhor është prezent. Dhe ky krim zgjedhor ka qenë gjatë 30 vjetëve. Gjatë 30 viteve. Gjatë 30 viteve. Më fal, edhe është e turshme që zgjedhjet më të pasër kanë qenë Ramizalis në 92-shin. Po. Është edhe nuk kanë ato i mbajnë shumë mirë. Në 22 mars 92-shin, po, kanë qenë zgjedhjet më të qeta dhe më të fair, më të drejta, sigurisht edhe më të pranuara. Sigurisht, krimi zgjedhor nuk është krim as me vrasje. Ja. Nuk ka gjak. Ka vetëm një atmosferë mbyllëse, shantazhi ndaj njerëzve. Edhe precedenti u kriju në 96-ën që ti jemi të sinqert. Sigurisht, ai ishte momenti i parë kur u krijua dhe filloi edhe të perfeksionohej më vonë. Po. E pra, prisja që të kishte, po themi, një lloj rezultati nga SPAK-u, sigurisht kjo nuk më bën që të heq dorë nga unë dhe kushdo tjetër, me thënë drejtën, nga krijimi një sistemi drejtësie të pavarur. Ta mbyll, sistemi nuk sulmohet. Atje ku ka defekte dhe ka defekte, kushdo që është në opozit do të bëj vetëm një gjë, t'i jap instrumenta në dorë që të krijoj së brendshmi ndjesinë e pavarësisë. Vetëm kjo është një proces, po. Duhet të ketë një kontroll sistemi drejtësisë, sepse unë nganjëherë kam frikë sepse ky sistem drejtësie po vepron në mënyrë të njëanshme. Domethënë, duhet godasi, sigurisht duhet godasi qeverinë, sepse ato janë më aktiv tash edhe ato janë lojë, por aman edhe për krimet që ka bë opozita, dhe këtu kam fjalën për Sali Berishën, që janë të dukshme dhe i dim gjitha, domthon zvarritet. A ka presion, a ka frikë, apo ka pagesa, nuk di çfarë them, por mund sjell dhe rastin se sot kishim votimin e Erion Veliajt në bashki për shkarkimin e tij. Ju e dini, për shembull është rasti i majorit New Yorkut, ka 12 akuza dhe gjyqi bëhet në gjendje të lirë. Pra, mund bëjë ky gjyq në gjendje të lirë qoftë edhe për Ilir Metën, ai ishte i nevojshëm ai arrestim, patjetër hetimi do të bëhet, gjykata do të veprojë deri kur dali krimi. Por nuk është mirë që të krijojmë situata të tilla ngërçe njërën tjetër kur nuk ka në jo flagrante, sepse sigurisht korrupsioni është gangrena e këtij vendi dhe është gjatë gjithë i 30 vjeçarit. Por në anën tjetër, duhet edhe të japë një lloj kredie, mos të mohojmë gjithçka. Për shembull, për Tiranën, mu më kanë thënë të gjithë që qytetarë në rrugë, që kur ishte Erion Velia ishte e pastër.
ishte më organizume, ishte më operativ. Por, a justifikon kjo atë që ka bo me korrupsionin, si e ka bo, ku e ka bo, le ta gjenë. Kështu që menojnë këtë drejtim, kjo drejtësia mos po merr një overpowers, një bifuqi për të vepruar, domethënë ato edhe nga presioni i publikut, ë? Se ju jeni njëri i drejtësisë, nuk mund veshni presion sepse siç thuhet pallatin e drejtësisë në Amerikë, më mirë një i fajshëm jashtë, jo, më mirë një i fajshëm jashtë se një i pafajshëm brenda. Pra, është shumë delikate, nuk mund t'i ushtrohet, jam dakord me ju, nuk mund t'i ushtrohet presion drejtësisë, qoftë dhe ka publiku, qoftë dhe nga media. Ja, ajo çfarë mendoj për drejtësinë thash që nuk është perfekte. Por më tepër procesi i ngritjes së drejtësisë është proces. Nuk ka një moment ku ajo arrin pavarësinë e saj dhe ka një moment pasandaj gjithçka ecën vaj. Jo, është një proces, sidomos në Shqipëri, ku unë e pranoj që është ndoshta e para herë që guximi i prokurorisë ka arritur dhe në nivele politike të larta. Kjo ka të kostot e veta. Kjo jam dakord plotësisht. Dhe fakti se e dëgjoj shpesh, kam dëgjuar shpesh këtë historinë që pse nuk është drejtësie barabartë midis pozitës apo opozitës, s'ka se si tjetë, me thënë drejtë. Ndryshe bie që në të njëjtin moment, për të njëjtën çështje, një prokuror do duhet i marrë pozitën dhe opozitën bashk në një proces që nuk arrihet, me thënë drejtën. A mund, ju thash, a ka defekte? Sigurisht, nuk ka edhe ka defekte. Po është më toksore të thuhet që ka defekte të cilat do duhen rikuperuar, se sa të krijojë një atmosferë që të mos bëjmë asnjë lloj qortimi, për ndryshe do të dilte një sistem edhe pa kontroll. Megjithatë, ta shohim nga ana tjetër. Unë kuptoj fare mirë që situatat si procedimi i Sali Berishës, që është më pak i rënd se sa i që ka ndodhur për Ilir Metën, që është Masburgut, apo dhe Erion Velijaj, që ishte dhe në detyrë, që është dhe në detyrë, se kjo është edhe më, kjo krijon impakt publik. E duke krijuar impakt publik, krijon edhe impakt politik, me thënë të drejtën. Unë nuk do ta marr asnjëherë pozicionin për të qortuar vendimet e prokurorëve apo të gjyqtarëve, edhe për faktin sepse unë dikur kam qenë pjesë e sistemit drejtësisë, kam qenë gjyqtar. Në vitet 99-2000 unë kam qenë gjyqtar, kam pasur edhe çështje të rëndësishme për kohën në dorë, i sulmuar nga politika, dhe kuptoj se sa e rëndë është për një prokuror apo një gjyqtar i pamësuar me marrëdhënie me publikun, me komunikimin, me sigurisht edhe me politikën, do sulmohet nga mëngjesi deri në darkë, madje edhe personalisht, siç po ndodh disa prokurorëve dhe gjyqtarëve. Dhe shpeshherë edhe gabojnë, me thënë të drejtën. Por ajo se çfarë do të kërkoja, dhe këtë e them me plot gojën, ka vetëm një mënyrë, s'ka tjetër, në dorët e prokurorëve dhe të gjyqtarëve, që të eliminojnë sa të jetë mundur këtë sulmin e sproporcionuar që prej medias apo politikës. Duhet të jenë më të shpejt. Jo, po duhet të jenë dhe më të sigurisht mos ndigjojnë, mos ndikohen sepse ndikohet njeriu. Ajo pasandaj është njerëzore. Ata janë njerëz të cilët në darkë ku shkojnë, te grutet kalamojnë, do dëgjojnë atë se çfarë do hamin televizorit. Tash kjo kosto është ke njerëzit publik. Sigurisht. Tash ti e ke pas kurriz, unë që funi as kam pas pushtet në herë, kam kurriz ças një gjë. Mi po në fillim tash as më bëhet vonë fare sepse kam raportin me veten. Ata për nga natyra sigurisht do duhet të jenë të servitur me këtë lloj. Unë bile si quaj ato llastiqet palestineze. Kështu që e vetmja gjë që unë mendoj që gjithë sistemin do duhet në farë mënyre ta shpëtonte, do të ishte të vepruarit me shpejtësi. Sigurisht kjo nuk është një ndërhyrje në punën e tyre të brendshme, por të hetoheshin shpejt, qoftë çështja e Berishës, e Metës dhe e Velijajt, do të ishte në fakt është një nga nevojat e sistemit të drejtësisë.
drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar. E mohuar. Kështu që e vetmja gjë që mund t'i qortoj, dhe vetëm për shumë çështje të tjera, sepse edhe interesi publikut kërkon një orë më parë. Jo, po edhe ftofet, edhe ftofet. Ftofet, stërgjatet, nuk ka më vlerë. Ky është efekti bumerang që i kthehet. Po, drejtësisht. Sepse kthehet përsëri në atë rutinën e mëparshme. E mëparshme. Kështu që kjo është që mirë do ishte që ta bënin të tyre. Do ta bëj këtë pyetje, sot po dëgjoisha bashkinë diskutimet që po bënin në Këshillin Bashkiak. Këshillin Bashkiak lidhe me Erion Velian. Dhe këtu do ta bëjmë një pyetje tjetër. Një Eda Kaceli që e kanë Këshillin Bashkiak, nuk e disha, e disha që është në Itali ajo. Dhe kur mori fjalën tha, sot është një fitore e madhe, sepse largimi i Erion Veliait nga zyrtarisë nga kryetar bashkie është njësoj si dita e rrëzimit e Enver Hoxhës. Këtë lloj retorike e përdor shumë partia demokratike. A mendon se funksionon ky antikomunizmi banal? Ja. Dhe kush pikërisht nga ato që kanë qenë në shërbimet atij regjimi kanë qenë, nuk e kam fjalën për Kacelin, se këto kanë qenë familje nderuar tiranëse, po ju tash i keni qenë atë parti dhe i takon një shtresë të përsekutuar. A mund, biles unë them, a mundet ju dini tash më kam qenë i përsekutuar, mund kujtojnë ato familjet e dëshmorit që ishin kohët komunizmit, është njësoj, kam qenë familje dëshmori. Tash ti ke qenë 17 vjeç, janë 35 vjet e gati 50 vjeç. Çfarë do të thosh ti më i përsekutuar kur ti nuk e qenë i aftë ndërtosh jetën tënde në këto 35 vjet, dhe nuk është çështje përsekutimi. Dhe më duket se është largu kjo. Do të them një gjë. Dhe përsekutumit, që se je dakord, nuk qenë gjendje ta tregojnë veten si një blok, në të kundërt ran pre e banalitetit Partisë Demokratike në mënyrën se si i trajtoi derisa i telendisi fare. Ke shumë të drejtë atë që thua. Ke shumë të drejtë dhe kjo në fakt është një nga çështjet që her pas here më ka shqetësuar për psikozën që i ka ploj shtresën e të përndjekurve mbas 90-s. Domthon, të përndjekurit kanë qenë njerëz të mësuar, lexuar, të pasur. Jo të gjithë, nuk do ta përgjithësoj. Po them, të lutem se të përsekutuar nuk ashtu njëri, po pjesa më e madhe nuk kanë hyrë për një mendim politik, por ishte sistemi, dikush që ka gjatë, dikush i referohen pjesës. Ajo ajka që thotë jam plotësisht dakord. Asaj pjesë i referohen. Po çfarë ndodhi më vonë? Ndodhi më vonë, dhe këtë e them dëshmitar, si thua në vetë të parë, i një lloj psikoze të mëshirës në shoqërisë. Domethënë, për ndjekurit prisni se çdo të bënte Partia Demokratike. Po. Më kuptoj fare mirë që në 90-ën mund të mos ishin këta violina e parë e krijimit të partisë së parë antikomuniste, për shumë arsye. Jam dakord. Për më tepër që edhe historinë, s'mund të bëhet. Sepse e para unë kam thënë në librin tim, kam thënë që komunizmi shqiptar krahasuar me komunizmin në Europën Lindore ishte si ferri me parajsën. Pra, nuk ishte mundësi. Sot që shesin men, ka pas disa zëra, më të rebelu, më ashtu, po nuk ka pas një kundërshti regjimi këtu të organizuar, dhe nuk kishe si organizohet, s'kishe as fen, s'kishe as klubet, se ti kishen që ki, po kishe klubin për tëf. Sigurisht, kishen një. Kishen Poloni, po kishe këto. E vërtet. Kështu që, plotësisht dakord që mund mos ishin violinë e parë, po me kalimin e kohës, në duhet kishin kuptuar që vendi tyre nuk do të ishte në mëshirën e Partisë Demokratike, por të krijoni një identitet të tyre, nëse e kishin realisht që në detet e tyre vlonte gjaku i të parëve tanë, me thënë drejtën. Nuk e arritëm dot. Pse? Keq më vjen. Ke bërë analizën e herë pse? Po. Kjo është shumë rëndësishme. Pse stresat përsekutumve kur kishin moralin, nuk arritën do të krijojnë një identitet dhe e thatë shumë bukur, ranë në mëshirën e Partisë Demokratike që i trajtoi si mos më keq. Sepse
për shumë arsye, se s'ka një shkak të vetëm. E para, për faktin që të ishe kundër Partisë së Punës, pasaj Partisë Socialiste, ishte e fort ende. Dhe pavarësisht se Partia Demokratike nuk është se të paktën personazhet kryesore aty nuk është se ndryshonin shumë nga ata. Jo shumë, po ishin më i bretët. Duke sikur u ledhatoi sedra, duke qenë tek Partia Demokratike. E para, e dyta, realisht brenda Partisë Demokratike nuk i është krijuar asnjëherë hapësira e duhur, e sinqert për të krijuar aftësinë për të dalë në vitrinë politike. Pak element kanë qenë ata, unë ndoshta njëri prej tyre, po për arsye të tjera, të cilët ju dha një mundësi e tillë. Së treti, nuk e di pse, po më është krijuar ideja, e kam bindje pothuajse tashmë, që edhe një lojë për të mos i lënë të koaguloheshin në një grupim, edhe është bërë. Mbaj mend një episod të vogël. Unë në 2007 mora emërimin si ministri i drejtësisë. Një nga detyrat e para në fakt ishte i martuar dhe ligji për dëshpërblimin e përndjekëve. Pra rasti mua domethënë që të filloja procesin mbledhjes së dokumentave e me radhë. Dhe sigurisht e natyrshme ishte që gjëja e parë të bëja të mblidhja të gjithë shoqatat, edhe për t'u prezantuar, por edhe për të bërë pjesë e procesit. Edhe kjo pse gjithë ato shoqatat. Më ndodhi që shoqatat, sa interesante, u mblodhën 5, 6, 7 dhe bëra disa muaj këtë. Debati i tyre ishte se ç'ke qenë ti dhe ç'kam qenë unë para 90-s. Dhe pse dhe më vonë arrita të kuptoj pse kishin këtë, edhe njerëzore në fakt. Historitë e tyre personale kështu mund të ishin. Për faktin se shoqëria shqiptare mbas 90-s nuk bëri transparencë për atë se çfarë kishte ndodhur. As hapja dosjeve, as përgjegjësia, po t'ishte bërë, do ishte shfrehur këto inatet e vjetra, makthet dhe ankthet, dhe do ishin çliruar. Ne edhe ne sot nuk jemi të çliruar nga ajo simptom. Faleminderit, hape një temë tjetër. Është shumë e vërtetë që një nga frenimet që ka qenë në shtresat e përsekutuara, fatkeqësisht ka qenë sepse ka pas shumë prej tyre edhe që kanë bashkëpunuar me sigurime dhe nuk i gjykoj. Ka qenë luftë për mbijetesë, nuk i gjykoj. Por nuk ndodhi ajo se ne akoma vazhdojmë me dosjet. Edhe është turpshë që mas 35 vjetësh vazhdojmë muhabeti dosjeve. Dhe unë nuk du të gjykoj njerëz që janë punë vet, kanë qenë pozita të vështira, i kanë kërcënuar me jetë, me fëmijë, me gjithë. Duhet duheshin mirë kuptuar, jo të gjithë mund të qëndronin, rrallë që ata qëndronin. Por unë nuk mund të kuptoj këta që ishin mjek, gazetar, çfarëdo ekonomista, një ndër që ka pas shumë që krijuan Partinë Demokratike dhe ti duhet ta dish, pse nuk pat një kurajo për të hap dosjet për njerëzit publik. Ti, zotëri, Enkeleta Libeje, do të futesh politik, bjerë dosjen, sepse është fare, dhe unë e kam kërkuar gjithë, unë e kam marrë dhe dosjen time 2A, kam marrë tash edhe letrën që unë nuk kam pas, është një A4, po e përsëris prapë. Dhe unë i kam bërë thirrje shumë emrave duke filluar nga Sali Berisha, Tritan Sheo, shkoni më vëlla merreni. Është fare e thjeshtë. Shkoni dhe aty ne japin me shpejtësi rrufet. Po sigurisht. Madje ka dhe një lloj detyrimi ligjor. Po. Me thënë drejtë, ka detyrim ligjor? Ka një detyrim ligjor, ata të cilët marrin poste publike, do duhet që agjencia, autoriteti i dosjeve, do duhet të bëjë një verifikim të përshpejtuar. Nuk ka ndonjë efekt që ti penalizojë, po është thjesht dhe vetëm një detyrim që është vendosur. Ajo që thotë transparencë, sepse kjo loja që i bën këta, që e inflacionon ti spion, dhe kur vje puna, në fakt spionët kanë qenë ato që bërtiqen fort spioni. Kjo ndodh gjithmonë. Dhe unë i kërkoj këtyne. Aty kush flet për spionët dije që ka diçka. Unë i kërkoj këtyne. Dutch Medias, dhe që nuk do të ndodhi më besoj, se koha, si theti, drejtësia e vënuar është drejtësia e mohuar. Pra, i kërku gjithmonë gjatë gjithë këtyre viteve, një copë që kur i kriju autoriteti dosjeve, sot është shumë e lehtë,
shko zotëri, ti s'ke ftyrë me dalë media nëse ti ke qenë bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit. Unë nuk të penalizoj, por shko shif jetën tate, se nuk e keti moralin. Dhe janë sot media. Janë, akoma janë në media. I kenë politikë, po e po. Ka një të funit, dhe do vi një ditë që këto do të vdesin dhe nuk mund të hapim dosje për ato që kanë qenë, që kanë lindë pas 90-s. Po ka gjithmonë një gjë, kështu do ndodhë, sa duket fatkeqësisht po ndodh kështu. Por ama, është një test që më duket se nuk e kaloi dot shoqëria shqiptare. Jo, duhet ta kishte kaluar. Duhet edhe Europa Lindore ka kaluar gjitha. E bën me ligj, bam. As mësuesët nuk lanë Gjermani Lindore. As mësues nuk mund bëheshin nëse kishte qenë bashkëpunëtor i sigurimit. Dhe prandaj thash, tragjedia është që hetuesi apo operativi që ka rekrutuar atë, që mund të ketë qenë në raste të shumta i përsekutuar, por edhe jo siç ishin këto që ishin në për ofiqet në ndryshme, unë po them kino studio, e kam dokumentin këtu. Ma jep me që i ka dokument, prit se ta marrën, ma jep është një dokument që ka dosit, kush kanë qenë bashkëpunëtorët që punojnë kundër meje. Një ndër ta ka qenë Mark Topollaj, regjizori i Kino Studios, dhe ishte pikërisht ky që krijoi Partinë Demokratike. Kjo tregon, me 3 fjalë tregon se si u krijua ajo që quhet opozita sot. Të fusim një publicitet dhe do e mbyllim. Publicitet. Kantina Duka prodhon sheshin e bardh, Cabernet, Sheshzi prodhon një verë speciale që quhet Cabernet Special Reserve. Dhe tashmë ajo vera Duka e kompanisë Duka ka kaluar në Belgjik, në Angli, së shpejti pritet shkojë edhe në Amerikë. Në kantinën Duka janë në përfundim dhe 10 bujtina, ku në ato kodra që është dhe liqenin mes dhe vreshtat, mund bëhet një hiking dhe mund kalohet shumë mirë një weekend. Kantina Duka. Engelet, autoriteti dosjeve tash ka nxjerr ligjin e fundit që ti, personi që ka qenë i përndjekur nga sigurimi me dosje 2A, ka të drejtën që të mësoj bashkëpunëtorët që kanë punu. Po e di se jam një nga propozuesit e këtij projekti. Faleminderit që e pas ke propozuar, se në fillim i fikshin emrat. Po. Tash unë nuk do t'i kallëzoj gjithë emrat, sepse nuk do të ngarkoj njerëz që fundja fundit as janë marrë me politikë, as kanë bënë ajo. Është drejtë të ndodh kështu. Po. Bëhet fjalë vetëm për ata njerëz të cilët kanë marrë një post publik. Po një njeri si Mark Topollaj me pseudonimin Fani, ja ku e ke, me pseudonimin Fani, regjizori Kino Studios. Ky njeri për dalë kjo që thashin në fillim kush e krijoi Partinë Demokratike, ky krijoi Partinë Demokratike të Kino Studios. Dhe kështu ke shumë të tjerë dhe që krijuan Partinë Demokratike në Tiranë. Janë 7 dhe disa ne i majmë dhe si heroj sot. Pra, kjo lloj mungese e transparencës dhe kurajës për të ballafaquar me të vërtetën, as për të ndëshkuar më njëria se, por që krijon një bosh të moral në shoqërinë tonë. Dhe ne këtë bosh moral nuk e kemi se kemi bërë transparencën. Dhe prandaj sillemi edhe sot, sot nuk janë dosjet e sigurimit, po janë dosjet e korrupsionit që janë bërë mullar. Dhe nuk kuptoj, dhe këtë ma spjegoni ju, se ju keni qenë zyrtar i lartë i shtetit, si ka mundësi këta njerëz që kanë bërë para me korrupsion, qoftë sot qoftë dje, e përshfaqin luksin e tyre pa asnjë lloj tundimi dhe pa asnjë lloj fryke që njeriu domethënë luksin me makina, me dreq, me gjithë njërë. Dhe çfarë
Dhe për të kapë rastin e fundit të Josefina Topallit, ju trashëgoj fëmia, përse duhet bëje o dasëm në Romën, Vatikan, çfarë do të shfaqësh ti? Çfarë unë nuk po hyj tash për të tu paret asaj, por unë po të jemi si qytetar, kam drejtë të them asaj, kush që je ti që flasësh mu për stresat e varfra? Ti që paske këtë pasuri me bo këtë luks, a ke boj një ambulancë, a ke boj një spital, në qoftë se ti ke pas prona zoj, pse si mora pronat unë dhe i more ti? Po kap një rast, ke të tjerë deputet, që ti di më mirë pasuri që kanë dhe makinat që Nuk është qarkojnë. e fshejnë, ani me thënë të drejtën. Në fakt, ajo çfarë the, unë nuk kam që shtoj asaj çfarë the për pjesën e parë. Krijimin e Partisë Demokratike. Janë faktet. Dhe besoj që është nga të pakta Urdhro. nga të 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kur thuhet një gjë, kjo 8, është e 9, vërteta. 10, 11, 12, 13 bashkëpunëtorë që kanë çuar materiale për mua. Po, dhe një nga ta ka krijuar seksionin e Partisë Demokratike. Seksionin e Partisë Demokratike. Dhe kjo është fatkeqësia, është njëra nga fatkeqësitë. Fatkeqësia më e madhe, do të them përsëri, është fakti që shoqëria shqiptare nuk e kaloi dot testin moral të kujtesës dhe të pendesës. Po. Janë të rëndësishme këto. Kjo pastaj na ka çuar në historinë tjetër që edhe çështjet e të korruptuarit nuk është një ves, nuk është që ka që i qortueshëm. Prandaj, përkundrazi, tashmë është kthyer edhe në status. Po, Shtyr edhe në status, se s'mund të jesh në politik dhe nuk del i pasur. Kush është në politik që nuk është i pasur, me shumë gjas do t'jetë Budalla. Do t'jetë budalla. Do t'jetë budalla. kështu thonë për dashin që ka njëri ala me apartamentin e Ndrogjit. Po që edhe për baltë do një budalla tjetër është. Ai Në kuptoj. këtë pjesë, e pra, shisi janë përmbysur vlerat. Bravo, nuk ka raport vlerash Ka më. raport vlerash. Dhe kjo mungesë të raportit vlera tregohet sot në këtë parlament që ke. Pikërisht pra. Tashim Kjo është është- është e rëndë që parlamenti i 92-shit nuk po flasim atë indoktrinimin anën ideologjike kujt i takon se gjithë nga ajo parti do. Nga një pjesë. Jo, gjithë nga Nga gjakrat një e ka thonë nga golli, Nga nga një- gjakrat e partisë E punës do vërtet, gjithë. shumë e vërtet. Po, por kishin disa vlera. Pra ishin njerëz që dinin bisedon, kurse sot Jo tani nuk do jo për janë anonim, 18 i anonim. Jo. Njëna që hyni nga kjo partia llapat, ajo duhet filloj me abetaren. Ajo duhet filloj me abetaren. Nuk ka lidhje fare, po jo vetëm ajo, se ndoshta është më e pafajshme. Po. Është më e pafajshme. Po jo, ato janë njerëz shumë mirë, më nuk i gjykoj fare. Jo, po flas në aspektin politik, është në një aksident. Por më e rëndë është situata tek dy partitë e mëdha, ku siç e thash, mos u bër fare i bezdisur, nuk ka vetëm dy njerëz, dhe pjesë tjetër janë një grup, një repart ushtarak, që as mendojnë, as reagojnë. Gjithmonë më tepër edhe në nivel intelektual. Bie. Ja. Pa. Bie. Dhe kjo është ajo se çfarë po ndodh. Dohen më pyete sa mandate 2,5, domethënë nga 2009-2013 i pari, pastaj pushim, pastaj 2017-2019 dhe i fundit ky tani. E pra, edhe nga 2009 edhe këndej, e kam parë me sytë e mi se si ka rënë gjithmonë më më shumë, tepër po. niveli I parlamentit shqiptar. jo vetëm në aspektin intelektual, edhe aty, por edhe në identitetin. Identitet, njerëz pa identitet. Tani janë njerëz pa identitet. Pa identitet. Po Thjesht. janë shumë mirë, por nuk kanë ai se nuk mund Pas kanë për interesin publik janë si zero. thot janë- si thot janë Napoleon Bonaparte, çdo kush ka drejt bëhet general, por nëpërmjet skeptrit. Pikërisht pra, Pra ku i kanë betejat? zero. Zero, do ka rënë koncepti, ka rënë edhe koncepti i vetë qortimit. Asnjë nuk ndjen përgjegjësi, qoftë në njërin apo tjetrën palë, për aktet që kryejnë, për përgjegjësinë që kanë. Kështu që kjo është gjithmonë më e keqe si situatë, me thënë drejtën në parlament, dhe kjo pastaj përkthehet edhe në gjendjen e demokracisë në të vend. Për ta mbyll. Për gjitha këto që bisedum dhe me të drejtë ju ishit kritik. Por vetëm duke drejtu gishtin, nuk mendoj që rregullohet. Jo, jam plotësisht dakord. Ju krijuat një parti e djathta. Djathtas. Djathtas, më fal. Djathtas. Tani, çdo të bëj Enkelet Alibej me vetë Enkeletin dhe me partinë e tij. 4 vjet ikin shpejt. Kuptova.
A do të vazhdoni aksionin tuaj politik? A do të vazhdoni organizimin tuaj politik? Së pari, duhet korrigjoj sepse unë jam edhe kështu, edhe për profesion, në partia nuk është e imi. Jo. Okej, grupimi ku bëj pjesë. E di shumë mirë dhe keni pas një gjë ndryshe që nuk vot kryetar, ishit një grupim ku vendosit në mënyrë kolegjiale. Sepse dhe ashtu u krijua në mënyrë të natyrshme me individ të cilët e kishin përvojën ton shumica, përvojën ton, eksperiencën ton brenda Partisë Demokratike, për pjesën në fakt asaj rrymës që nuk ishte dominante në Partinë Demokratike. Jo, kur tash ju si ngelet ju si individ. Atëherë, si individ sigurisht. Si individ, nuk tash si pronari i partisë. Si aktivizim publik do të vazhdoj. Po. Në paktën, unë kam për detyrim që ca gjëra, edhe për shkak se kam qenë në pozicione të rëndësishme, të mund të t'i ndaj me publikun. Kënd vështrimin tim, minimumi. Nuk pretendoj që ky të jetë këndvështrimi më i përsosur, por të paktën ja njoh vetes, po themi, aftësinë për të thënë gjërat ashtu siç janë dhe për të qenë edhe kritik, po ndonjëherë edhe këmbgulës. Atje ku kanë qenë brenda Partisë Demokratike. Dhe të paktën ka qenë ata të cilët brenda Partisë Demokratike kanë sakrifikuar, po themi, komoditetin personal, ndaj të thënit të një gjë ashtu siç është dhe siç mendohet. Dhe besoj kështu, besoj se kanë dhënë prova edhe kolegët e mi dhe janë jo pak. Sigurisht do ta them edhe këtu para jush që është e vështirë tashmë për një subjekt që s'ka vitrinën e parlamentit për të shfaqur ekzistencën e vet, por se jo vetëm individualisht, por se edhe si grupim, sigurisht do të vazhdojmë. Do të them edhe një gjë të fundit lidhur me ju e filluat diskutimin dhe në prezantim që pësuam disfat, po ishte disfat. Ishim në parlament disa, tashmë nuk jemi. Paktën një ndryshe nga gjithë rrugtimi i Partisë Demokratike që kur nuk ja ka vu fajin vetes. Jo. Dhe shika ku po shko. Absolutisht. Domethënë unë e them, pavarësisht se rrugët ishin mbyllme, por unë e them këtë që përgjegjësia është gjithmonë tek individi. Megjithatë këtu unë fakt nuk e kisha prishmërinë që ju s'do të merrni asnjë deputet. Unë biles mendova që të paktën 2 do t'i keni. Nuk ndodhi. Ndoshta edhe po themi prishmëritë tona për aq ishin me atë. Kjo është edhe nuk qortohet më si nuk qortohet si zgjedhje, po themi e publikut. Thonë amerikan. Okej, por një gjë mund ta them me siguri. Sigurisht mund të qenë paftësia jon që idetë tona, qëndrimet tona t'ia bënim me dije publikut, po doni ju mund të kemi qenë edhe të sankcionuar për faktin që pse kaq vonë brenda Partisë Demokratike. Por një gjë më duhet ta them që si qëndrime, si pozicione, si teza, unë qëndroj fort përsëri atyre tezave. Në raportin qoftë me Partinë Socialiste, qoftë me Partinë Demokratike. Në raportin pozicionin lidhur me të drejtën e pronës, me ekonominë, me konkurrencën, me median e më radhë. Dhe besoj që jo besoj, por do të qëndrojnë sepse nuk është se e bëm këtë organizëm, këtë subjekt vetëm për një moment, vetëm për këtë zgjedhje, sigurisht e kuptoj vështirësinë e të kuptuarit që ka një alternativë tjetër opozitare përveç Partisë Demokratike, është e vështirë. Megjithatë, dhe kjo është e fundit, bëhet qefi vërtet që disa subjekte të tjera morë një lloj rezultati, jo për aq për subjektet, duhet të jem fare i sinqert, jo për ata që subjekte profesion, por për faktin që në një pjesë të votuesve shqiptar, dhe jo pak, po diku 170.000, bën një zgjedhje ndryshe nga PS-ja dhe nga PD-ja. 170.000. Në një vend që 1.3 apo 1.4 milion votojnë, nuk është pak. Dhe një kontribut të vogël te kjo pjesë për të prishur atë dikotominë e vjetër, duhet ta keni edhe ne. Dhe kështu që kjo është një gjë që do duhet të vazhdoj. Okej. Zoti Alibeja, të uroj sukses. Falenderoj shumë për mundësinë. Me grupin tuaj djathtas edhe sigurisht do të bisedojmë prapë herë tjetër. Kënaqësi të jem sa herë të kemi ftesë. Faleminderit.